Pas prodhimit të armës bastonit që ta shoku. Në vash, djojnë qik? Pas asaj prodhimit të armës në formë bastoni që tha shoku Miti, Po. është prodhuar një armë tjetër po baston, por më e perfeksionuar, sa kam marrë vesh unë. Kur ja dha ai që e prodhoi shokut Veli me kërkesën e shokut Veli këtë armën e parë, që tha Veliu? I tha prodhoj një tjetër, më të mirë se kjo dhe më e perfeksionuar, apo i tha mos prodho tjetër? Po. E dyta që kisha unë. Kur u arrestua Rifasko, që ishte krushku i shokut Veli, prita të vinte të thoshte në parti që u arrestua. Nuk erdhi. Erdhi mas 24 orëve dhe më thashtë që u arrestua kështu. Tani shoku Veli pse e mori vesh? Ka gjithone mori vesh mas 24 orëve? Edhe këthe e mori vesh nga komshit? Problemet që nuk plotësojnë të tjera luftare, urtëmëri të shtatë të përgjithshëm, edhe shoku Veli i konkretisht, edhe shoku Nazar, nuk kanë marrë asnjë mas ose sa janë marrë këtë probleme të vërtetë. Na shpjegoj pse. E kanë ndërtuar të detyr. Derisa të nga forma të tjera, regjimentin kur e dini se disa pajisë kontrollojnë. E pika, e tha që shoku Veli. Si nuk e tindje se duhet të kishte njerëz të tjerë, shoku Veli për bërë përshime e lëta. Nuk e tindje që e fasë është të stojnë në presë të prisë kur nga kasa për qise, po duhet të kishte njerëz të tjerë. Panes të bëdhe këtë. Që të ishte brënda. Do më thotë. Edhe e treta, nuk e di mund të ashtë të mund të jetë si lapshu, po në kanë duar, në komunistë që edhe gruaja e tje, është në përbërje, në dhëmë në familje në përbërje beleje, po të jetë që u ka e, që pale të një, nuk e që në familje. Në e të duar. Shoku Veli Bakaj. Shoku Enver, arma e zjarit në formë bastuni, që është prodhuar në uzinën e artillerisë, unë e kam marrë vesh rastësisht nga bisedat të ndryshme që ka bërë Kadri Azbiu në grup oficerash që ishtë pregatitur për armikun Mehmet Shehu. Një bastun i tillë. Mbas shumë kohësh aty në muaj maj qershor, kur shkova në uzinën e artillerisë e kam pyetur atë personin që ka prodhuar këtë bastun. Kam dëgjuar se keni prodhuar një bastun të tillë. Po, tha. I thash, mund të ma jepni ta shikoj? Po. E pash atë bastunin, e provova, i thash, po, të hynë me në punë? Jo. Ma jep mua këtë bastun? Edhe kështu ma ka dhënë. Bastunin e kam marrë pas një qëllim të keq. Urdo? Jo, se do i përgjigjem se pyetës shoku Dali. Po ja që tashi në del që me Shehu do ishë më vërisë mua. Edhe me pushkë. Unë duke marrë shkas dhe duke të gjuar fjalimin tuaj e shoku Enver, me njëherë më ra në mënd kjo dhe me njëherë të notësova këtë bastun. Kur mora dhe primet e tia të poshtra, vesh në këtë kohë unë e të notësova këtë bastun. Se mund t'ishte bërë me qëllime krejtësisht poshtra. Ki bastun është bën për Mehmet Shehun apo për ti? Jo. Unë e di që është bërë për Mehmet Shehun. A here pse e morë ti? Pse e mbajtë ti? Ka shumë. Mirë, gabim shumë i rëndë. Unë e kam mbajtë pas një qëllim këtë bastun, kështu pa jo për në një. E kuptoj që nuk është absolutisht e punur me asin që është gabim shumë i madh. Shumë i rëndë. Para asë një qëllim, se këtu më të futet një qëllime, po se kam bajtë para asë një qëllim. Se s'kam pas asë një qëllim për pas. Po pikërisht se unë kam armë, po edhe
Po në asë që mënyrë, mo, edhe armë që ka marë, një pistolet ka marë që më takon. Kështu është në fakt që... Memesheu kishte prodhuar një armë dhe e dinte pse e kishte prodhuar ai. Dhe ti të vesh i marrësh armën me Memesheut. Ata merr mendje ta marrin ti. Ata merr mendje që lejon Memesheun gjithë. Jo është një faj i rëndë të shoku Enver dhe mua nuk më falet. Pra si që, absolutisht. Unë këtë e kam gjykuar pasi dëgjova fjalimin tuaja për veprimet e poshtrat me Memesheu. A herë më ra në mend të denoncova pasurit dhe dorëzova. Ja. Não sai bem, se chamar os papinhos, já conta mais Shoku Gafur. Nuk është vetëm të armë që pregatit në Memesheu. Vitin e kaluar, proprietori i armës italianes, Po. që të kthejë gata zonësërisë, i shpuni një armë me precizon qartë. Ashtu? Me gjithë ka dhejë. Dëlbi, Edhe me dëlbi. po të vosh dëlbi. Ashtu, Po pse? Po mirë, vë pjetë jenu, pse komandantit të përgjithshëm nuk i bën një? Unë për 4 armë e 6 armës di asgjë për këtë punë. Një armë që ka vajtur dhurat, e di këtë punë që ka vajtur dhurat, duke prodhuar nga uzina Poliçanit ose artillerisë, nuk kujtohet. Edhe i ka vajtur. Po ju e keni punë. Po, ne e kemi shpërë. 30 armë me Memesheu të gjetën. O Veli, Urdo. sa ishte me sa Nuk e di shumë. diti e di. Ma Me një informacion. drejtori i armatimit kur i kërkova informacion E, pra. kohët e fundit që kishte 30 armë. Bravo. Tashti i mora vesh që kishte 30 armë kur i kërkova informacion. Pa ato 30 armë ai ka marrë me vite të tëra, shokura mi kur ja dham neve të Jo, janë prodhuar disa armë me precizion. Janë prodhuar 5-6 armë. Kush i ka marrë? E di, si kanë prodhuar unë? Ka porositur atë drejtori të pregatit një armë me precizon qartë. Aja ka pregatitur ja ka përzuar. Ka prodhuar armiku Memesheu një gërbi, pastaj i ka nduar dytë përsërit dhe ka vazhduar 4 armë me precizon qartë janë prodhuar ato sa patë me armiku Memesheu. Një ka këto, në datire ja ka qërë dhuratëta. E këtë të dhuratës e di, të tjera nuk di.